Sot jam para jush për të denoncuar përsëri projektin e quajtur Smart City, qyteti i mençur, të themi. Së pari, si projekt, ky synon survejimin e plot të lëvizjeve të çdo qytetari. Në qoftë se një vit më parë u vendosen në të gjitha kompanitë të telefonave aparaturat e regjistrimit të plot të internetit dhe telefonave të qytetarëve në pretekstin e ndërprerjes së TikTokut, tani me Smart City Edi Rama kompleton survejimin më të paligjshëm dhe më total të qytetarëve shqiptar të çdo lëvizjeje të tyre. Dhe ky përbën asgjësimin e plot të privatësisë së tyre. Masi ky sistem regjistron jo vetëm individin, por dhe fytyrën me të gjithë emotivitetin e saj të individit. Lëvizjet e tij në çdo destinacion, vizitat e tij tek miq, tek të afërt, tek shok, privatësinë e tij në lokale dhe kudo që shkon. Kjo është vendosja e qytetarëve shqiptar në kontroll të plot, automjeteve të tyre, lëvizjeve të tyre. Dhe në këtë aspekt, aq sa të dhënat e një individi janë private, ato bëhen shtetërore. Aq sa të dhënat e një shoqërie janë shtetërore, ato eksportohen në duar të kujdo. Tani çdo organizatë kriminale nuk ka më nevojë përveç se të fusë këthetrat në kamera dhe të marrë vesh se ku e ka gjahun e vetë për ta marrë peng, për ta vra, për ta ekzekutua, e tjerë e tjerë. Por, ky projekt, i cili është i tëri vendosje Shqipërisë, qytetarëve të saj në kontroll total, është njëkohësisht një projekt fund e krye korruptiv. Çmimet e ofruara për realizimin e këtij projekti janë nga 10 gjerë në 30 fishin e çmimeve për këto aparatura në treg. Kështu, në qoftë se kamera e trupit të policit kushton në këtë projekt 15.700 euro, ajo blihet kudo me 1.000-1.500 euro.
Në rast se kamera e rrugës kushton 52.000 euro, kjo kamerë blihet lirshëm me 2.000 euro. Pra është 25 herë më e shtrenjtë se sa gjinet në treg. Kostot e projektit të tërësi rezultojnë krahasuar me zbatimin e tyre në vendet tjera në proporcion rezultojnë të paktën 10-12 herë më të larta. Kështu, në Bengalore, ka kushtu të Indis, ky projekt ka kushtuar $67 milion për një popullsi 8 milion banor, mbi 4 fishin e popullsisë së Shqipërisë. Pra i bie rreth 15 herë më shtrejt projektin në Shqipëri, po të kemi parasysh se këtu as 2 milion banor nuk janë dhe projekti kushton 157 milion euro. Edhe këtu, dore e zeze kunatit famzi me prestonome është e sigurt. Imagjinoni pra vjedhje. 15 fishi. I kostos të një qytetit të famshëm në Indi. Denojmë me forcën më të madhe një projekt të tillë si një vjedhje të përmasave të papërmbajtura, si një dhunim dhe cenim i madh i sigurisë kombëtare të shqiptarëve, i privatësisë së tyre. Ata tani nuk mund shkojnë më tek njëri tjetri, pas syrin e Ciklopit mbrapa, dhe ky është i Edi Rams. Sigurisht që Partia Demokratike do ta ngre me forcën më të madhe këtë çështje edhe në institucionet ndërkombëtare, masi përbën një shkelje fondamentale të drejtave të njeriut. Faleminderit. Zoti Berisha, zoti Balla, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në mbledhjen e sotme të konferencës së kryetarëve ka kërcënuar, nëse mund ta quajmë kështu, opozitën që nëse nuk merr pjesë në 2 reformat për zgjedhorën dhe territorialen, atëherë ndryshon formula dhe PS do të vijojë punën e vetme. Keni një përgjigje për zotin Balla? Një gjë e tillë, një ide e tillë është artikuluar edhe nga kryeministri Rama më herët. Faleminderit. Asnjë përgjigje përveç asaj që do japin shqiptarët me 24 janar taos famshëm të krimit dhe Edi Rams. Ata kanë aneksuar parlamentin dhe qytetarë shqiptar do të thonë fjalën e tyre. Kjo është përgjigja ime për te. Do të jetë Partia Demokratike sot në seancën e parë plenare në legjislaturën e re? Ne nuk kemi bojkotuar, nuk kemi bojkotuar parlament. Kjo është, do jemi aty për të qenë zëri i qytetarëve.